boni herë, nuk mendoj që boni edhe herën e ashme. A nuk mendoj se do të ketë pozicione, momente, nuk mendoj se me këto zgjedhje, sepse realisht Lidhja Demokratike e Kosovës synon që të rritet me Vjosa Osmanin dhe një përqindje më e madhe saj në përfaqësinë e kuvendit dhe po flasim, nuk e dim në rast se cili do të jetë rezultati për lëvizjen vetëvendosjes sërish, vetëvendosjes i duhet që të bashkëpunojë me njërin prej partive politike për çështjen e presidentit. Po, për çështjen e presidentit duhet me bashkëpunu. Po, dhe ai bie që ndoshta me këtë gjuhë, cilën po e shohim deri më tani, gjasat për ndodhë një gjë e tillë do të jenë të vogla. E para punës kjo, nuk mendoj që Lidhja Demokratike, mas pare kemi ba 30 deputet që me mujtë mi marrë kjo që ato në 30 nënshkrimet që i duhet më hinë kandidaturë. Besëm që do t'jetë e vështirë dhe me Vjosa Osmanin një rritje... Po, absolutisht. Saj deputeti ka 15 deputet mi marrë, unë nuk menoj absolutisht që Vjosa, Lidhja Demokratike... Osmani ka pas 100.000 s'ka rëndësi, të gjë, shikon kuj ka bashkëpunëtorët e vetë, shikon kuj ka bashkëpunëtorët e vetë, të ngushtë i ka sërish me Albin Kurtin, do më thoni ka në vetëvendosje, kërejt veç edhe këshilltarët që i ka pas në presidencë, veç një i ka shku, do më thoni, të gjithë këshilltarët nuk i ka ma me veti, të kallëzën sa bashkëpunus është kjo, ose çfarë gjuhë ndërton me të tjerët. Qëtu që unë nuk besoj, këta nashta mujnë më rritë, por këta nuk ka kjo aq impact sa as me dalë të dët Lidhja Demokratike. Le ma më rritë aq shumë, me kalu përmi 30 deputet që i bje edhe fikse dhe gjysma... Po, dy fishi, nëse janë. Për me qenë unë edhe njëre maj qartë. Nëse këte qëfare e thamë që për e thëtë Vjosa Osmani tani, që nuk është presidente, e që për mu është skandaloze. Po të thështë për shumë Gjumir Abdigjiku, apo dikush tjetër, i LDK-s, për mund kishte me qenë një deklarat politike edhe nuk shanë pas kur farë vlerën kuptimin që po e thëtë, ata i kanë thonë Albinit, Albin Serbia, Albin Rusie, punon për këta e për punon për ato, pa Albini asë që marë me ata, edhe tash për shemull, mirë po skandali është që prej cilësis, dhe thotë kjo para disa jave ka qenë presidente, edhe me qenë se presidentja pas ka duru, dhe thotë çështje skandaloze të i që po i thotë, e që për mu janë krejësisht imagjinat, po i bie që i ka rreziku sigurinë kombëtare të Republikës Kosovës ku ajo shefi i shtetit. Osmani tha se ja marrë me to për në heshtje duke mos dashur ta dëmtoj Kosovën. Jo, se kuptove ti. Jo, ajo e tha kështu. Tha unë kam pas mundësit që të reagoj, mirë po reagimi presidentës ndaj karshis, ndaj qeverisë vendit, ta do e vendosë Kosovën në pozitë jo të favorshme në aspektin ndërkombëtar. Dhe tha jam munduar që të intervenoj ku ka mundësi në heshtje, pa u marrë vesh. Unë po citaja të shfarë ka thonë ajo. Se cilin del politikisht mi lidh fjallë pëse pe thatë, po unë po thamë që Vjosa Osmani,